Është restauruar qatia dhe pjesa jashtme e kullës së Ymerpogës në fshatin Rogov të komunës së Gjakovës. Në një njoftim të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit thuhet se kjo kullë, një nga asetet më të vjetra të trashëgimisë kulturore në Kosovë, është shpëtuar nga rënimi. Sipas MKR-s kanë përfunduar ndërhyrjet e fazës së parë të restaurimit në këtë objekt që i përket shekullit 16 dhe konsiderohet ndër kullat më të vjetra në vend. Faza përfundimtare e punimeve do të vijojë me qëllim të funksionalizimit të plotë të saj, vlera e investimit në të cilin është 64.000 euro. Kulla e Ymerpogës është ndërtuar në vitin 1578 duke mbajtur një lashtësi prej 442 vjetësh. Ndërtimi i saj ka nisur paralelisht me xhaminë e fshatit nga Hasan Pash Yemirxhiu. Deri në vitet e vona, kjo kullë ka qenë e banueshme nga familja e Ymerpogës, prej së cilës edhe e ka marrë emrin. Objekti është trekatësh, ndërsa veçantia e saj qëndron në kulmin e ndërtuar me tulla të kuqe, pa trar druri, ndryshe nga shumica kullave të tjera në trevat shqipfolëse.